Veç një qeveri ka qenë e varur prej listës sërbe, veç një qeveri. Ashtë një qeveri tjetër s'ka qenë e varur prej listës sërbe. Veç Rosti Panit ka qenë, veç Rosti Panit ka qenë qeveri e varur prej listës sërbe. Ashtë një qeveri tjetër s'ka qenë. Para qeveris Kurtini e ke pas qeverin që po i referosh. Po, veç një qeveri ka qenë e varur. Ajo qeveri i ka pas, është drejtun nga Zoti Haradinaj dhe i ka pas 4 pozita për listën sërbe. 20 vëndës kryeministër, 3 ministra. Që kjo ka qenë hisja e listës sërbe më rana qeveris. Vjen qeveria Kurtini, vjen shpejt edhe na vje qeveria Hoti. Ka qenë e varë në qeveria Hoti për listës sërbe, që s'ka qenë? Sa vota i ka pas Hoti për kryeministër Kurëzed? 61 me atë votën e deputetit dënumë. Përshi votën e listës sërbe. Me kartën Hoti qka ka bo? Me kartën e listës sërbe, Kuvendi Kosovës ka me funksionale dhe në 20 vjetë. 3 pozita e listës sërbe ja ka dhonë zëvëns kryeministrin, 2 ministri. Unë mendoj që zoti Kurti... Ideja është që Kosovës i dohet qeveri pa listën sërbe, sepse lista sërbe ka dëshmu që e lufton rendin kushtetus, ju e pas çfarë bon me betime, as se po më heq çfarë bon me betimet. Por lista sërbe si kushtetuta, shtetin e Kosovës udhesh me struktura të armatosuna. Ka udhesh me struktura të armatosuna. Regu, të dhe mund pajtuar me zoti Krasniqi, po janë edhe sa deputet tjera të në kuvend, nuk janë vetëm lista sërbe determinuese. Policët e MUP-it i ka bo pjesë policisë por Kosovës. edhe lista sërbe po interpretohet varsisht nga nevojat e Partisë Kosovës. Po provoj vetëm edhe pak me shtutë. Kryetort e listës sërbe nikosisht kanë ushtru mandat edhe të kryetarëve të emëruar nga Serbia. E qysh, po thoni me kriju një qeverin Kosovë që varët e listës sërbe. Pra, po tham, kjo është... Së patriotizëm falës kë, Kjo patriotizëm patriotizëm është sot... Dëgjom, mas leti është... Listës sërbe, asti hapsin mos me adhonë. Në qeveri edhe kërkun. Mas leti është se cilë që e merë fjallën me fillu me me full për listën sërbe, tash nëse lista sërbe në pedim, do të thë që çfarë organizate është, ne e dim që mision e ka me punu kundër rendit kushtetues juridik të Kosovës, e dina që lista sërbe Radojqiqi ka nën kryetari i saj kur ka ndodhur Banjska, e dina që Mimoza Kosari ka fol me Radojqiqin, po kretë këto do të thotë edhe me Eloni qeveri me u vërë ekskluzivisht për saj. Po me përfundu, tash. Nëse na do me met peng, edhe me thonë që krejt kuvendi, krejt institucionet, do të thotë nuk kanë mu formu për shkak të listës sërbe, ku pëtë në munisna? Historia ka kalëzu që A më mlen, tash nëse vetë vendosja, mujnë me zgjot, nëse vetë derin vendosja, 6 mujnë, po ndërkohë dikush lëviz. Nëse vetë vendosja dënë me konë e shlirë krejt për listës sërbe, me njerë ditën e zgjedhjeve është dashtë me fillu një dialog konstruktiv me PDK-n, me LDK-n, me AK-n, me një për partive politike shqiptare, me bo një shumicë që shkon 60-70 deputet, 10 komuniteteve. Qa nëse zdojnë? Shka nëse zdojnë? Nëse zdojnë, Po duke ka po qëndrim kryeministrin, ose... Apo dojna me shku zgjedhje të ashme... Duke ja thot kryeministrin ose hish. A që po shkujna në zgjedhje të ashme, po thojna që po shkujna në zgjedhje, po e kina vesh një parti. Vetë vendosin, vetëm për këtë parti, mos kena pluralizëm politik. Ma e mira, a di cila këshirë ma e mira, Kosova me udonë në 2 kompe politike, vetë vendosin një në non, edhe, jo, pikrisht kjo është... Kushtetutën ashtë të besne këte. Po, unë po thëmë ma e mira, Kushtetuta e Kosovës është kushtetuta konsensuale. Kushtetuta si andalën subjekte politike që kanë qenë në opozit me u bo bashkë koalicion para zgjedhore edhe me nga rrubash. Unë jam dy e po në levizjen a drejtem. Këshirë kjo ma e mira, edhe me di kush e ka shumicën. Levizja na drejtem është krejt që kjo kohë e cila po blehet, është kjo kohë që blehet sepse përderisa shkojnë vetë njëjtin propozim dhe marrën gjithmonë numrin e njëjtë pavarësisht vota 57-58, ato dihet që nuk ka as lëvizje përpara. Është blerje kohës e analizimit të situatës, sepse po thamë ndonjëherë, unë nuk besoj që nuk kanë me mujt me zgjedh kryetarin e kuvendit, sepse ju ty e di që nisma socialdemokratë është të abstenu për momentin, sepse me shumë gjas, nëse kanë arrit një marrëveshje për qeverisje me nismën që
me shumë gjasë është arrit, sepse sjelljet e nismës, karshi këtyn e proceseve janë tilla, mirë po s'ka dashur zoti Kurti me ofru postin e kryeparlamentarit në negociata, që është shumë normale, sepse fundit kemi të bëjmë me 48 deputet dhe 3 deputet dhe nuk mundesh të mja marrë 2 postet kryesore udhëheqëse të shtetit. Prandaj, unë po besoj që këtu po matet pak edhe impulsi edhe i partive politike, edhe besoj edhe elektoratit, se fundit, nesër pas nesër, kur të zgjedhet kryetari i kuvendit, këtu dohet shopi prej sheqerit, do të kemi qeveri apo do të shkojmë në zgjedhje, sepse momentin që të zgjedhet kryetari dhe kryesia e kuvendit, janë 15 ditë, momentin që të jepet mandati pra kandidatit partisë parë, këtë rast zotit Kurti për me bë qeverinë, janë 15 ditë të cilat kanë me lëviz. Zotit Kurti, edhe po që se ka një marrëveshje për kryetarin e kuvendit, jep nismës, i konvenon pastaj për qeverinë, sepse aty tani, unë nuk i di negociatat që janë shefas besoj kërkur, sepse s'ka pas, nuk një ndështë historia june po e quaj pas luftës ose pas shpallës të pavarësisë që ka pas kaq pak informacion, ato që tha dhe, më falë kolegu që tha që ka pas një mbyllje hermetike të zotit Kurti karshi media për të informuar qytetarët votues, ata 400.000 vetë duhen me ditë çfarë është ndodhur. Se fundit një pjesë e mediave ne e dim se çfarë shtrembime dhe mund të dhonë krejt situatës, ose dhe analist ndryshëm politik. Drenar, lej mediat, se nuk ka mediat ka i dhonë shtrembim. Kur kryeministri Kurti nuk flet për media, ministrat nuk dalin me fol për media. Dalin e shojnë. Kështu që mediat janë probleme më vogël, apo kupton? Janë ty prit njerëz me ditë se çka po ndodh. Veç sa të përfundoj sepse më ndërpreu. Besoj që media na me leju më shumë media. Zoti Kurti, unë po them edhe një herë. Zoti Haradinaj e nxurr pak në publik, zoti Haradinaj edhe nxurr në publik që ka informacione që kanë pas takime dhe ka pas dakordancë, dhe sjellja e nismas socialdemokrate, përveç të abstenimit që për neve është pak i çuditshëm, ndoshta nga ana jashtme, vrehet që ka parafrem, që do të thotë zoti Kurti edhe e ka mundësinë me bë qeverinë, pasi zgjedhet kryetari i kuvendit, po edhe ka drejtën e butës më na quhet në zgjedhje, sepse ne e dim që pjesa tjetër nuk bën qeveri, sepse LDK-ja po thamë ne nuk hyn asnjë variant në një qeveri e cila zgjat më shumë deri pranë në vitet tashëm, sepse i kushton në mënyrë elektorale. Dhe pastaj dalim te kjo pjesa e zotit Krasniqi që thotë na vjen një ndarje. Tash me gjas edhe PDK-ja ka nuhat këtë situatë. Kush përfiton prej zgjedhjeve të reja? Unë besoj që zoti Kurti, me mënyrë që është të shku, nuk mundet që nashta me fitu shumë elektorat, po në një moment caktum, kur të që po na blokojnë, mund të dhejz mos. Dhe mos atash orientohet në 2 drejtime. O do në mi arritë edhe pak fitilin ëvëvës, po të lom vetëm deri në fund. Ose në tjetrën anë, një pjesë shkojnë ka PDK-ja, sepse elektorat, mrena një kohë të shkurt, që kthehet ai voton partitë që mendje kanë kalu progën, unë nuk e besoj. Thotë rrezikume janë aleanca, rrezikume është nisma, dhe këtu do të kemi një bipolarizim subjekteve politike, sepse LDK ende po shumë si tretër atje. LDK nuk ka dashur në fakt asnjëherë ka mundohen atë kuptimin se ka elektorati don me çu